Një 15 vjeçare rezulton e zhdukur që prej datës 1 shtator babai i adoleshentes në një studio televizive ndau rrëfimin emocional duke treguar se vajza kishte ndryshuar sjellje muajt e fundit dhe kalonte shumë orë në rrjetet sociale, kryesisht në TikTok. Vajzës time nuk i ka munguar asgjë. Sa kam pasur mundësi, ja kam plotësuar gjithçka. Ditët e fundit ishte bërë nervoze, thoshte kam jetën time. Kalonte orë të tëra në TikTok. Ajo doli nga shtëpia në orën 12:30 të natës së 1 shtatorit. Unë po i jepja ilaçet gruas kur dëgjova një zhurmë makine. Dola zbathur në obor dhe pash që një makinë u largua me shpejtësi në drejtim të kundërt. U shpreh ai. Babai tregon se kjo nuk është hera e parë që vajza e tij largohet nga shtëpia. Sipas tij më herët, ajo kishte munguar për rreth një javë, por ishte kthyer sërish pa dhënë shumë shpjegime. Herën e parë, më tha se e kishte qenë te shoqja për kafe, por asnjëherë nuk tregonte të vërtetën. Telefonin e ka të bllokuar, nuk kemi asnjë kontakt me të, vijoi ai. Ai u shpreh me dyshime serioze për rolin e shoqërisë së vajzës, si dhe ngriti akuza të forta ndaj policisë duke aluduar se ata janë në dieni për vendodhjen e të bijës, por nuk ndërhyn. Punonjësia sociale më thonte që nuk duhet i bënin presion vajzës. Unë mendoj se ka gisht policia në këtë mes. Unë kam shkuar rreth 4-5 herë në polici dhe kam pritur se mos vajza kthehet. Atje më thanë që e ka marrë prokuroria çështjen në dorë. Atë ditë vajza mori gruan në telefon dhe i tha se do të vinte, por nuk i jepnin leje në punë. Që në atë moment u mbyll telefoni dhe nuk u hap më. Kam tentuar të komunikoj me të, por telefoni ishte i bllokuar. Unë dyshoj se shoqja e saj e ka futur në valle vajzën time. Policia e ka bërë këtë rrëmuj dhe është në dieni për vendodhjen, tha ai. Sipas babait, vajza e kishte telefonuar ditën që u largua nënën e saj duke i thënë se do të vinte në shtëpi, por nuk i kishin dhënë leje në punë. E më pas telefoni i saj ishte fikur dhe nuk u hap më. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.